qenë gabim shumë i madh, sepse kanë votuar së pari në kundërshtim me vendimin e Këshillit Drejtues të Partisë, në kundërshtim me zotimet që i ka bëu kryetari i partisë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë ose Këshillit Përgjithshëm. Kështu që nuk e di nga ju ka ardhur urdhni, nga ju ka ardhur ideja për me votu, por mendoj që ka qenë gabim, sepse shiko, unë e njoh atë Bashën dhe unë kam pas tana edhe të raportet mira, nuk kam personali ku gjo. Por shkrimi i tij, angazhimi i tij me për ta denigru UÇK-n dhe njerëzit e UÇK-s, ata që kanë drejtu UÇK-n, para opinionit botnor, ka qenë vepër shumë e rëndë.